episodin e 12 të sezonit 4 të podcastit Flasim është ndeshja e kthimit mbasi unë uftova të hedh valle në gojë të ujkut. Tani kam ftuar ata që më ftuan që të hedhin valle në gojë të ujkut. Jam këtu me Sarën, me Knidin dhe me Klean, tre përfaqësues të rinis opozitare që i kam njohur dhe jam shumë i privilegjuar dhe e them me shumë sinqeritet që më çdo mundësia ta shoh Partinë Socialiste, ta shoh pushtetin tonë vendor, ti shoh gjërat përmes syve të tyre. Dhe sot jemi këtu për të zhvilluar një pjesë të bisedave tona bashkë me ju në praninë tuaj. Këta janë vlonjat, janë trima, nuk i bën syri fare të rëkuriton fjalës dhe shpresoj që edhe përpara kamerave dhe përpara jush të jenë siç unë i kam njohur, edhe siç më pëlqejnë kur më kërcasin dhëmbët. Po e filloj me Knidin, se është minorancë këtu, është i rrethuar nga vajzat, edhe Sara ma tha përpara, shikose, ai ndjehet pak si i izoluar mes vajzave, megjithse në fakt Forumi Rinor i Partisë Demokratike që unë takova ka plot djem, por Knidi është një nga përfaqësuesit e tyre më të zëshëm dhe më të njohur në Vlorë. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Ke emocione? Jo, i kaluam të shtunën. Të dielën morëm ato kritikat nga skuadra jon, por që kaloj. Atëherë unë jam Knidi Mekaj, jam nga qyteti i Vlorës. Momentalisht jam menaxher në një kompani prestigjioze, domethënë në zonën e Vlorës. Arsimi im është menaxhim biznesi bachelor, kurse masteri është administrim publik. Vin nga një familje ta quajmë balliste, e internua në shumë vite, vin nga Labëria e Vlorës, nga fshati Mavrov, ta quajmë historinë e hershme të familjes time. Vin nga shumë persekutime, nga shumë tradita të cilat na shfut në gren ajo Partia Demokratike. Në faktikisht kemi qenë me ballin kombëtar, ta quajmë, por më vonë kaluam me Partinë Demokratike. Gjithmonë kam qenë në ballë të protestave, të situatave të ndryshme në Partinë Demokratike, kam qenë antar kryesie, kryetar forumi, por duke parë domethënë një mos respekt ndaj të rinjve, ndaj primareve, ndaj shumë gjërave Do vim aty, po kjo për prezantimin e parë që ti marrim gjërat avash. Klea, ti e ke më të ngatruar historinë, duket. Faleminderit për ftesën, ndihem e privilegjuar të ndodhem sot këtu me ju për të biseduar. Unë jam Klea Lalo, vi nga qyteti i Vlorës. Nga Imat vi nga një familje jugore, ku partizanës dhe dëshmorës, ku ata ndodhen me breza janë ndodhur aty ku familja ime jeton edhe sot, në topanan e famshme të Vlorës, për të cilën kam një lidhje të fortë emocionale. Nga IMM më pëlqen të them veriore, por faktikisht janë me prejardhje nga Maqedonia e Veriut, të vendosur në Shqipërinë e Mesme, ku përsëri një familje partizanësh, shumë luftarak, ku 7 antar të familjes së saj kanë luftuar me armë në dorë, dhe gjyshi im ka qenë një nga figurat më në zë të luftës në ato kohë, të brigadës të 18 në cetën e Martaneshit. Ai është nderuar pas vdekjes me titullin nderi veteranëve të organizatës Lanç, po, të luftës nacionale. Këtë pjesë e ke flak, po ke dhe i pjesë tjetër që e ke pak më... Familja ime dhe unë, bindjet tona kanë qenë gjithmonë të majta. Në 2021 partneri im është angazhuar me Partinë Demokratike në Vlorë, në forumin rinor të Partisë Demokratike, dhe unë gjithashtu e kam mbështetur dhe atë.
E them gjithmonë me shaka, e kam bërë këtë për të ruajtur paqen në familje, por në fakt në të vërtetë më ka pëlqyer shumë bashkëpunimi dhe zelli, pasioni këtyre të rinjve të këtij forumi demokratik, që janë bashkuar dhe unë më pas me ta. Ka qenë një grup shumë i bashkuar që vështirë e gjë në Vlorë në ato kohë, domethënë. Edhe këtu për këtë vërtetës ndaj dhe unë me ty këtë se dhe mua më ka bërë shumë përshtypje. Po. Edhe kam bërë edhe një takim më mbrapa me ata. Shumë të rinë janë dashur të na bashkohen në atë kohë. Edhe i kam thënë, shiko, me që më panë sytë mua aty, unë i konsideroj juve shumë fajtori që nuk keni arritur të bëni dot asnjë gjë që t'i ngjaj kësaj, jo më që t'jetë si kjo. Por Knidi tha një fjalë që besoj është shumë e mençur që opozita të bashkon më shumë se sa kur je në pushtet ose kur je i lidhur me pushtetin, aty pastaj fillojnë edhe ato dasit për interesa. Dhe Sara është pasionarja e gjithë kësaj lëvizje, mund ta quajmë apo jo? Po. Sara. Atëherë unë jam Sara Bodo, për ata që nuk më njohin. Kam qenë e angazhuar në Partinë Demokratike prej shumë vitesh. Kam pas role të ndryshme, duke filluar nga kryetare e Forumit Rinor, nën kryetare e Forumit Rinorit për gjithë Shqipërinë. Kam qenë anëtare e Këshillit Kombëtar, kam kandiduar gjithashtu edhe për kryeësinë e Partisë Demokratike. Pra, kam shkuar pas hapi në çdo pozicion në Partinë Demokratike. Unë e kam bërë për një ideal, e kam bërë për një Parti Demokratike më të mirë. Pastaj gjërat nuk shkuan ashtu siç ne dëshironim. Ne dëshironim që Partia Demokratike të bëj një parti rinore, një parti hapur, parti e mundësive. Nuk e gjetëm më veten aty dhe sot ndodhemi këtu për të qenë pjesë e një gjëje ndryshe. Vetë unë jam e shkolluar në perëndim, kam bërë një master në Universitetin e Bergamo, gjithashtu dhe një në Northampton, një MBA. Prindit e mi vazhdojnë të jetojnë në Itali, nuk janë kthyer. Unë kam qenë për herë, nuk më linte pasioni dhe dashuria që kam për Shqipërinë. Dhe sot që flasim, unë jetoj këtu dhe dua të kontribuoj në vendin tim. Knidi, për te i gjithë asaj shtysës familjare, si filloi angazhimi në forumet, në frontin e asaj, po themi, betejës opozitare në qytetin e Vlorës, në bashkinë e Vlorës dhe pastaj edhe në ato garat në zgjedhjet e përgjithshme. Unë me Sarën kemi një lidhje familjare, domethënë ta quajmë kushërinë, shumë lidhje gjaku, kurse me grupin tjetër kemi qenë miq, short, domethënë që përshëndeteshim në Vlorë. Ajo nisi domethënë në një kafe të Vlorës, ta quajmë kështu, dhe duke bërë domethënë që të angazhohemi dhe të thithim shumë të rinj, që kishin ideale, kishin besim, çdo gjë ishte e barabartë midis nesh, nuk ishte ndasira që ky është i tij apo ky është i tij, ishim shumë të majt në forumin ton, besonin tek ta quajmë lëvizja jon tek Sara, te mua, te Mario që të përmendim te. Domethënë ishin dhe njerëz që vinin nga e majt apo po, nga Partia Socialiste apo të majt në bindje, por që te ne dallonin shpresën te Partia Demokratike, se përveç asaj se mund ta bëjmë Partinë Demokratike rol, kishte edhe njerëz domethënë që ne na mbështesnin. Dhe për të jemi falënderues, se nuk mund të ta mohim. Por po shtysa për ta bërë këtë organizim vinte thjesht si një dëshirë për të marrë politikë apo ishte edhe lidhur me gjërat që nuk shkonin aty në territor? Po ishim me gjërat që nuk shkonin si nga ana juaj, si nga ana jon, ne donim të sillim një risi në qytetin ton. Nuk është se pas të dielës se dua ta ndasmoj, na kanë filluar jo tradhtar, jo to ushita nuk blen, ato butallishet, domethënë ato janë. Po, shkurt ai edhe diçka, të dielën na shan kurse të ënën për shembull familjar të atyre që na shanin na merrin telefon të vim dhe ne do bashkohemi dhe ne përsëri treguam atë qytetarin ton, domethënë që hajdeni, urdhëroni, jemi të hapur me ne. Dhe unë kam dhe një sfidë për ju që radhës tjetër do bëjmë një takim akoma më të madh. Po do bëjmë. Po, premtim. Ne premtimet i mbajmë. Kur ti vajte me këta, u bashkuar me këta, të paudhët, ti ishe
për të bërë paqe në familje, po themi. Por u ndjeve mirë aty. Po, u ndjeva mirë pasi shikoja të gjithë të grup të rinj, të cilin ishin si një familje me njëri tjetrin, si motër dhe vlla. Çdo gjë e diskutonin me njëri tjetrin, e vendosin bashkë, nuk merrin asnjë hap pa diskutuar, kishin shumë zell, shumë pasion. Dhe kjo gjë bënte edhe të rinjtë e tjerë që të kërkonin të bashkoheshin me ne, na kishin zilinë thonjtë kur i thon donin të ishin në grupin tonë. Po në jetën e përditshme me çfarë merresh ti? Atëherë unë punoj, arsimin e kam kryer fillore në qytetin e Vlorës, më pas jam larguar në Gjermani për të bërë një kurs gjuhë me perspektivën për të studiuar atje. Por pas përfundimit të kursit të gjuhës, unë jam kthyer në Vlorë, jam kthyer në Shqipëri ku kam studiuar për drejtësi në Tiranë. Gjatë më pas përfundova bachelorin, masterin dhe shkollën e avokatisë. Gjatë kësaj periudhe jam marrë me disa intershipe në institucione më të rëndësishme në kryeqytet, si për shembull KLS, Bashkia e Tiranës, apo në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Përfundimi i masterit tim, se këtë duhet ta them patjetër, përkoi me lancimin e platformës Punë të Mbar, ku ju na dhat mundësinë e studentëve të ekselencës të punësoheshin në administratën publike për një vit me kontratë 1 vjeçare. Unë aplikova dhe fitova, por për disa ndryshime që ndodhen në administratë në atë periudhë, nuk mundet të filloja punë. Dhe motra ime, e cila është avokate në Mbretërinë e Bashkuar, më dha ide që t'ju shkruaj juve personalisht. Gjë që e bëra, ju shkruajta dhe ju pa më njohur dhe pa më takuar ndonjëherë më përgjigjet dhe më ndihmuat, se këtë po e them për herë të parë. Po, e keni bërë dhe jam shumë mirënjohëse dhe shumë falenderuese për mundësinë që më dhat. Unë jam dëshmia që kjo platformë funksionon vërtet. Edhe mbasi unë funksionuar dhe funksionon. Ti vajte u bashkove me këta dhe dilje protestoje kundër meje. Pikërisht, kjo nuk është se po duhet të prezantosh patjetër me atë bashkëvuajtsin tënd se ky është rast unikal që shkon gruaja pas burrit, se zakonisht tonë jam nga fshati gruas, sidomos ato gratë lënjate janë. Ai studioi politikën, unë studiova të ruaja paqen në familje. Sara, po për ty çfarë ishte të qenit në atë pozicion? Shërbim. Për te këtyre, domethënë si thosh që the dëshira për diçka ndryshe etj, por në kuptimin konkret fjalës në Vlorë. Ishte një eksperiencë e bukur, ishte vështirë. Unë fillimisht pata shumë sulme kur u angazhova në degën e Vlorës, dhe Vlora ka shumë problematike, njerëzit janë të vështirë. Dhe për një femër që të angazhohet, janë shumë të vështirë. Dhe për një femër që të angazhohet si kryetare, ka qenë një mision shumë i vështirë. Por unë pata mbështetjen e grupit, unë kam pas çunat, sidomos krah në çdo moment, që më mbronin edhe nga e keqja, të themi. Unë kam përshtypjen që kjo ka funksionuar edhe për një arsye tjetër, se këta duke vënë një vajzë aty dhe duke e mbrojtur kanë evituar çdo luftë për pushtet mes njëri tjetrit, domethënë kanë pranuar të jenë të gjithë dysha, edhe njëshin e kanë vënë vajzë dhe kështu që janë ndjerë të sfiduar në sedër që pse ky dhe jo unë. Ka është edhe çik kjo më duhet. Është pjesa që është femër, ishte leadershipe në ata sfer, por xhelozi me një tjetrin nuk është se e kemi domethënë. Po se s'kishit pra, nuk doli njëri, ishit gjithë barabartë, vendosët barazinë dhe vut një vajzë aty që të. Është gjë pozitive. Shumë pozitive, është shumë e veçantë dhe është shumë e çuditshme për lebrit kjo, po. Keni qelluar lebër të veçantë ju. Çfarë do të thotë? Tani vim te pjesa që na, si thosh, na njohu dhe na afroi, përkoi qoftë akumulimi i një zhgënjimi, po themi pak, por besoj që përkoi edhe zgjedhja e Zamirës apo jo. Po, pa diskutim. Zyshën e kemi vite që njëjmë, ka qenë prahu jon domethënë te çadra në protesta. Tani ta cilësojmë. Ka ardhe ti këtu poshtë çadra? Po, kam qenë 19 vjeç aty te çadra. Nuk daleshim domethënë, kemi bllokuar rrugë në Vlorë, në Tiranë, në Shi,
Vinim 2 orë, iknim pastaj për që. Po, domethënë kur juve morët vesh që Samira ishte në skuadrën e deputetëve kur u shpall apo diçka dëgjuat më parë? Kur u shpall, pastaj zysha komunikoj me Sarën, e ftoi pjesë e grupit, Sara na ftoi ne dhe u bashkuam domethënë për të mirën e Shqipërisë ta quajmë. Nuk është se na kishte ardhur në një ftesë më parë nga Partia Socialiste, përkundrazi ta quajmë persekutime na kanë ardhur. Edhe është turp domethënë vin PD-ja persekuton PS, vin PS-ja persekuton PD. Po si shumë e frikshme. Kur thua persekutim, çka ke parasysh për shkak? Shko, Imat është oficer policie. Momentalisht ka 2 vite. Në 2013 një Savini ishte në puna. Imat nuk di të bëjë gjë tjetër përveç se ta 3 vite ka mbaruar atë Akademinë e Rendit domethënë. Se po të flas në histori personale domethënë që si mund ta heqësh ti për shembull një doktor kur të jetën e tij ka shpenzuar, ka investuar tek ai profesioni i tij. Dhe Imat ka investuar te profesioni i tij si oficer policie, nuk është se ka ndonjë gradë të shkëlqyer sepse ju e dini shumë mirë si ka funksionuar Shqipëria, por ne ndelëm pa punë. Më thuaj mua ti ç'a mund të bëjë një familje demokrate, për shembull si mund të doj Partinë Socialiste. Kur ju e ishni na puna, një pedagog për shembull ju arrerova dhe historinë time. Unë dilja në proteste, am tha mua ty do të ndel thasë me PD-n. Po edhe më ndeli. Më kupton? Duhet të shuhet kjo gjë. Është shumë e frikshme domethënë 2025 domethënë të merremi PD PS, duhet merremi me Shqipërinë. Shqipëria është gjëja që na bashkon. Unë jam i ri domethënë që nuk dua të largohem nga Shqipëria. Dua të investoj këtu dhe prandaj dua të krijoj familje këtu. Nuk është se dua të largohem siç mund të zgjedhin shumë të rinj. Sepse me pagat që janë bërë tani është gjuna, domethënë të flasim në gjuhën popullore, është gjuna të ikësh jashtë shtetit. Është më mirë investon në Shqipërinë, të afërmit, ç'a mund të bëjnë në Gjermani? Do vetë të punoj ndërtim, se gjë tjetër s'mund të bëj. I bie shkollën që ka investuar familja ime ta hedh poshtë, mundin e familjes time ta hedh poshtë. Kur shumë mirë këtu në Shqipëri, gjej veten time, dua të investoj në këtë vend. Tani unë ta thash edhe ditë që dëgjova, unë jam vjen turp domethënë nga këto histori. Fatkeqësisht këto histori nuk kanë mbaruar në nivelin vendor, sidomos aty ku është gjëja e ngushtë, domethënë ky ai, unë ai, kjo ajo, këta ne etj, se unë kam vënë re dhe sidomos aty ku ne kemi mbështetje, si thush, ku njerëzit tonë ne këtu e fitojmë. Dhe aty ku njerëzit mendojnë që ne këtu e fitojmë, aty mbyllen më shumë, se sa për shembull në të tjera situata ku betejë është më e hapur, atëherë ti përpiqesh të marrësh siç e keni bërë ju e keni qenë të hapur për gjithë, sepse keni dashur të akumuloni sa më shumë njerëz në një situatë ku niseni në dizavantazh. Kurse në një situatë ku ka një avantazh të akumuluar nga koha, tendenca fatkeqësisht shkon deri në këto lloj shfaqjesh që janë skandaloze. Në nivelin e përgjithshëm po themi këtu në Tiranë nga qendra ne kemi hequr këtë flam, por ku shkon deri poshtë çfarë lidhje ka, si mundet domethënë se ajo që bën një pedagog apo pedagoge, nuk e di çka ka qenë, që thotë do të vë 4 se je demokrat, ajo është personal, nuk është diçka që vjen si frym ose si politik, po si mund të lidhen këto të dyja, unë nuk e di, por është ajo gjëja e ngërçit që duhet patjetër të hiqet dhe që kjo pjesa, se unë ju thash atë ditë, ti ose të tjerë si ty vendosin një ditë që t'jenë pjesë e Partisë Socialiste ose jo, kjo është një gjë që është proces. Por nuk ka nevojë që ti jesh pjesë domosdoshmërisht e një partie për të bërë një zgjedhje caktuar në moment caktuar, ku shef që gjëja është këtu sot, nesër dhe madje ku edhe kur ka momente që kura më e mirë edhe për partinë në cilën ti aderon ose me cilën ti ke simpatinë është që thuash jo, unë këtë herë nuk ta jap votën, sepse unë dua të ndryshosh. Ti nuk ndryshove kaq kohë, unë s'ta jap votën. Domethënë
Megjithatë, kjo më bën realisht, do me thënë që nga janë të ndjem jo mirë kur dëgjoj këtë histori, nga ana tjetër të ndjem mirë sepse mbase me këtë gjë që po piqim të bëjmë në Vlorë, dhe unë e di që do ketë prap rezistenca, do ketë prap nga ato po shiko, po kur ne luftonim këta na vinin, na bllokonin rrugët, po kjo është një gjë absolutisht e papranueshme për një arsye thjesht, sepse tjetër gjë është çfarë ke ti me politikën lart në qendër, tjetër gjë është ajo gjëja aty e komunitetit, e shërbimit, e njerëzve që duhet ndjehen pjesë e një komuniteti përbashkët, edhe madje edhe bisedat jashtë betejës janë normalitet. Mund të ulesh pish kafe, jemi kundërshtar, s'ka problem. Kjo është një lloj kulture që vendi më i pamundur që më zhdukur mua që mund të mbillej kjo është Vlora, po mbase pikërisht aty ku është më e vështira, aty mund të mbillet kjo lloj kulture, të paktën mes atyre që janë më të rinj, që të fillojnë të kuptojnë që kjo nuk është as luftë, kjo nuk është as përpjekje për të asgjësuar ose për të largëqollë poshtruar njëri tjetrin. Kjo është një ndeshje demokratike ku bashkëtesa duhet jetë, sepse unë e them gjithmonë diçka që e kam dëgjuar dhe më ka pëlqyer shumë, që cilësia e demokracisë dhe cilësia e jetës në një bashkëtesë, organizat, shtet, familje, nuk varet nga sa shumë je dakord, po nga mënyra se si nuk je dakord. Se ti mund mos jesh dakord me diçka, tjetër gjë është kur flet me qetësi edhe me njerëzillëk, tjetër gjë është kur shkur flokët edhe kur bën sherr. Po ty si të erdhi kjo shtysa që na solli në këtë pikë, domethënë ishte një akumulim, po ishte Zamira që u bë sebeb. Unë kisha kohë që unë kam kohë që jam distancuar nga Partia Demokratike për shkak të leadershipit të saj. Pash të njëjtën frym, pash gjërat nuk po ndryshonin. Erdhëm me premtime të tjera të vazhdojnë duke mos i respektuar premtimet që kanë bërë në Partinë Demokratike. Ne që kemi qëndruar për kaos, kemi qëndruar për të parë një Parti Demokratike më të mirë. Nuk e pam atë gjë. Ne jemi trequr, kemi lënë terrenin e lirë në momentin që nuk e gjejmë veten aty. Dhe në atë moment që unë në fakt isha duke menduar mos merresha më kurrë me politikë. E kisha ndarë mendjen bilese, kisha diskutuar edhe me grupin, unë me politikë nuk merrem më, i thash. Se politika në Shqipëri ka ngel shumë brapa. Do thënë ne jemi për të shkuar në Europë sot dhe ne vazhdojmë me figura që kur kam lindi mbaj mend. Nuk pranohet kjo gjë. Dhe çuna të kishin vendosur mos merresin më me politikë. Edhe partnerit, domethënë ti sapo realizove paqen e hyrë luftës prapë. Ti pas ka realizuar paqen absolute. Unë në këtë rast thash që u erdhën mend. Gëzova. Çfarë do bëj? Çfarë do i thua tani që thotë shoqyr që të erdhën mend? Se di do ta mendoj në rritin përgjithësi. Duke tani e parë gjën nga ky pozicion edhe duke pasur këtë hapësirë, çfarë doni ju të jetë ndryshe? Unë dua ndryshe që njerëzit e para të jenë të barabartë në lidhje me kur kërkojnë të drejtat e tyre në radhë të parë. Domethënë nxënësit të mos ajo fjala persekutim e tham atë kjo të jetë çdo gjë e barabartë. E mira është domethënë që të gjithë investojnë për Shqipërinë. Investimi në Shqipëri nuk do të thonë të merresh vetëm me politikë. Do të thonë është që kur delim nga shtëpia ta dhom mbeturina, do të thonë që njerëzit i hedhin jo në vendet e tyre. Apo për shembull, kur bashkia bën një investim dhe ne jemi të parët ata që e prishim edhe të parët ata që dokumentojmë kundra bashkisë apo kundra qeverisë apo kundra çdo gjëje. Kur ne nuk mbajmë rripin, shajm policinë rrugore. Kupton çfarë paradoksi është këtu në Shqipërinë tonë? Në radhë të parë ne duhet të zbatojmë ligjin, ne duhet të jemi shembull për komunitetin, ndaj çdo fillon çdo gjë. Jo nga ana se erdha unë tu do merrem me politikë apo ku ta diun se çfarë. Çdo gjë do të thonë fillon në familjet tona, fillon të ketë demokraci, do të thonë në ambientet ku jetojmë. Po kur ti thua për shembull sot i majti djath, ç'a kupton me këtë? Ç'a shef ti
të djathtë, po themi, te çka ka mbetur nga Partia Demokratike dhe çka shef ti të majt te ne që të shqetëson, që thua jo, kjo s'është për mua se unë jam i djathtë. Drejtuesit e niveleve vendore bëjnë të cilën që juve t'ju shajnë, sepse ka një problem shumë të madh. Unë nuk shaj drejtorin, për shembull, një drejtues të qytetit të Vlorës, unë shaj qeverinë. Ky është derabimi im, por që është fakt, domethënë, apo një mbretëri. Po ai është fytyra e qeverisë atje. Për shembull, në qytetin e Vlorës, me të vërtet mund të gjesh mbretërinë, po nuk shajnë atë përgjegjësinë e mbretërinave, ta quajmë kështu, po shajnë kryetarin e bashkisë apo shajnë më të madhin apo fytyrën e qeverisë apo fytyrën e kryetarit të bashkisë. Kjo është ajo domethënë që të bëjnë. Niveli vendor duhet ka nevojë për një riciklim, të njëjtat emra, të njëjtat fytyrat, është një tjuj, duhet ndryshuar parë, duhet të dhe një frym tjetër, duhet, se ne po flasim për Bashkimin Evropian, po një drejtor 13 vite, çfarë do bëj, do sulmoj mua? Ai se hap atë partinë, apo se hap, domethënë, të marrë njerëz të aftë, sepse dalin njerëz të rinj me prurje të reja, duhet bashkëpunim me komunitetin. Jo, eksakt. Kjo është. Ne bashkë bëjmë një bisedë, domethënë, dhe unë t'i tregova shumë raste, domethënë që mua më step. Se ti mund të jesh shumë pozitiv, mund të kesh ide shumë të qarta dhe ne prandaj jemi në këtë tavolinë apo prandaj ishim të ajo tavolinë, domethënë që ishim të shtunën, por njerëzit domethënë që mund të rrethojnë, nuk po flas për kabinetin, po që thuaj pak se një kë për televizorin. Që the pse s'del kështu në televizor, po del ashtu siç del. Nuk të jep atë impaktin pozitiv. Unë them duhet të bësh më shumë takime me qytetarët, domethënë që të ulen tavolina, ta dinë domethënë vizionin tuaj. Sidomos energjinë e mirë. Ne e ke lënë me shumë bresa të Se ne më para të shkonim si gjithë të keq aty, se ajo bluza që të vesh. Izi, fare. Por izi stere. Nuk të shkonim domethënë nuk blos. Nuk shikonim, përveç asaj që ishim ato mentalitetin ton, ne dhe tani që do dalim do fillojmë prapë të rutinë. Në ana jon do fillojmë tradhtar, qen, u ble, u shit. Parojnë që ne jemi ratë 12 vite opozitë rati që dhe me punën tona domethënë nuk është se kishim ndonjë, po që hajde të bashkojmë gjithë bashkë për një të mirë të Shqipërisë. Kjo është ajo që na bashkoi domethënë, nuk është se ishte një vend pune apo siç jemi mësuar në gjuhën popullore, domethënë që hajde u ble ky se do filloj punë. Në punë jemi ne. Shumë mirë jetojmë. Unë mendoj që ndryshimi duhet të filloj pa nga të gjithë ne. Unë jam një nënë e djali pothuajse 4 vjeçar, dhe e shikoj shumë të rëndësishme dhe si detyrë që unë ose të gjithë ne të rinjt duhet të bëjmë diçka pozitive për vendin tonë, pasi këtu po rrisim dhe po lindin fëmijët tanë. Kjo është gjë kryesore. Realisht, sinqerisht, domethënë vërtetësisht kjo që unë po përpiqem të them tani është që po përpiqem të them këtë kohë është shumë reale. Domethënë ne duhet patjetër që të mos e humbim të trenin e Bashkimit Evropian që na është paraqitur para syve si një për herë të parë më duket mua ne na ka buzëqesh komplet fati në sensin që jo vetëm ne, por edhe të tjerët që ne i kemi gjithmonë dashur, i kemi miq dhe kemi dashur të jemi miq të tyre, më në fund e shohin Shqipërinë dhe na shohin ne si hajdeni të jemi bashkë për arsyet e tyre, jo vetëm për se i pëlqejmë ne, po për arsyet e tyre. Dhe nuk duhet humbur ky shans. Edhe prandaj është shumë e rëndësishme që të gjithë ta kapërcejnë këtë dhe përtej arsyeve legjitime që kanë, se kanë nxjerrë një libër shumë të bukur Tony Blairi për leadershipin edhe ka një pjesë aty që është shaqe vërtet, thotë liderët në fillim dëgjojnë. Pastaj nuk dëgjojnë se mendojnë që i dinë gjitha dhe pastaj fillojnë prapë të dëgjojnë. Dhe unë realisht e kam kaluar këtë trajektore dhe jam pikërisht në këtë fazë dhe gjëja që kam mësuar është
Nëse do të kuptosh tjetrin, duhet patjetër të futesh në këpucët e tjetrit. Nëse do të kuptosh tjetrin kur flet për ty, ose kur të thot gjëra që thuaj jo, se s'ka mundësi, se kjo është çmenduri, unë jam kështu, duhet përpiqesh ta lexosh pse e bën. Dhe nga se niset, nga çfarë perspektive e shef të njëjtën gjë, se këtë godun në shoh nga këtu, Lindja shef nga këtu, Sara shef nga këtu, dhe këtej, në qoftë se unë nuk e përfill shikimin e tij, unë se kuptoj, mbase këtu ka diçka që s'shkon. Dhe në këtë sens, besoj që bashkimi sa më shumë këndeve në një pikë është fundamental në këtë fazë për ne. Tani, pyetja e fundit që kam është what's next? Do me thënë, ju si e shikoni tani, se e the pakti, që po shiko kjo puna e tradhtarëve, të shiturve, të blerëve, është një histori shumë banale këtu në vendin tonë, edhe me thënë drejtën, karakteristike e partisë tuaj kjo, më shumë se sa. Edhe unë besoj që kjo është karakteristike e partisë tuaj për arsye të mendësisë partisë madhe të asaj tjetrës që vazhdon të partia juaj nëpërmjet, dini ju se kujt se s'duhet ju fus në për situata provokative, që o qendrestar dhe hero kur je me mua, o tradhtar dhe i shitur kur më del përballë, që është banale, po këtë s'keni çfarë bëni, këtë do ta hiqni. Ne jemi një partia demokratike, po s'ka pak demokracia aty brenda. Është pak problem. Dhe se e nisët ta thoshit, po e lash për në fund, primarët ishin një goditje, si tush, thuajse përfundimtare e iluzionit apo. Po. Ishte domethënë një fars. Shkon në kandidat domethënë që dalin do parët që janë fare në listë. Po ku janë ta? Se dakord, unë jam tradhtar, unë shita. Po gjitha demokratë domethënë që dolën të parët të dytë, domethënë su futën në për lista, nuk ishin në pjesë të angazhuar. Edhe ata tradhtar. Mirë, dakord, unë erdha tu në podcast, erdha me zyshën, isha me ju në tavolin. Mirë, unë tradhtar, por ta tjerët, edhe ta tradhtar, se ta s'po bënin ndalje publike, se edhe ata tradhtar do quhen. Të gjithë domethënë janë tradhtar, vetëm ta janë të mirë. Për sa kohë heshti nuk janë tradhtar, po folën ata është e sigurt. Tradhtar të kombit domethënë. Ne jemi domethënë ata që do pombi Partia Demokratike, që me shumë mundësi po, ne jemi ata që e theti do tani halli juaj është do fitoni. Se si na ngjan tani. Sara, po ti lidhur me këtë historinë e primareve, më thej që ke ndjesinë që kjo është shumë e përhapur si ndjenjë negative. Nëse lexohet lista me vëmendje që ka bërë Partia Demokratike, është listë opozite. Është listë, ata janë shumë qartë, që do jenë të dytët në këtë garë. Ata kanë bërë një listë që të mbajnë veten e tyre, të vazhdojnë të mbajnë leadershipin e tyre. Nuk ka qenë një listë qytetare, nuk ka qenë për një listë përfaqësuese. Është listë që të mbajnë dhe të vazhdojnë leadershipin për një kohë shumë gjatë. Edhe unë nuk shoh të ardhmen në Partinë Demokratike fatkeqësisht, edhe do ta them fatkeqësisht, sepse nuk ka se po ndryshon fryma tani. Është ka qenë dhe do mbetet e njëjta frymë për një kohë shumë gjatë. Dhe Partia Demokratike do vi gjithmonë duke ulur. Edhe kam bindje këtë që po them. Mund ndërtohet një forcë tjetër, nuk po bëj parashikime, por Partia Demokratike në këtë pikë nuk ka më kthim pas. Okej, shumë faleminderit për ndeshjen e kthimit. Unë edhe herë tjetër ju falenderoj për ftesën që më bët edhe për kënaqësinë që pata në takimin në Vlorë. Madje që t'i themi të gjitha siç janë, ishte takim me më shumë se kafe, që tregon që edhe opozita jeton mirë në Vlorë. Unë ta cilësoj. Edhe unë këtu ju prita me ujë, po është rregulli i tavolinës, plus është shumë herët. Faleminderit që bën rrugën deri këtu që në Sabah. Nuk do ja u kishte pritur mendja që do zgjohesh. Juve patjetër jeni zgjuar shumë herët për të më mundur mua e për të më çuar në sfel, po që do të çoheshit kaq herët që të vini këtu për të folur me mua dhe për të buzëqeshur, këtë s'besoj se u ka pritur mendja as mua. Po prandaj është e bukur jeta. Shumë faleminderit. Këta ishin miqtë e Partisë Demokratike të Vlorës, edhe
shpresoj shumë pjesë e gjeneratës së re të asaj që duhet dhe o duhet bërë ashtu ose pastaj do vuaj si PD-ja, Partia Socialiste e dekadës tjetër.